Okej, unë e mora qelu zemër, që jeni u psikolog. që konsiderohet me qenë pak ma personale, pavarësisht që muhabetin e ro nuk e mora. Pyetja ime pëtët, cili ndryshimi madh të vetja të mori kohë ta pranosh? Okej, hajde e gëzon. Tu thonë, shumë pyetje e mirë. Kush e pas ka shkru? Pavarësisht, po. Okej, nashta me kalimin e viteve dhe të kohës, na si persona jemi destinu me ndryshu. Ideja që ka marrë nashta ndryshimi mas shumë t'i kohë që më ka marrë me pa të vetja, me pranu të vetja, është pjesa kur unë e kom kuptu që gjana nuk janë më sikur për para, pavarësisht dëshirës që te e ki me qenë në një periudhë që ke kalu tepër mirë ose ke pas shumë kënaqësi për jetës, me një periudhë tjetër mund të mos me qenë më e njëjtë, po është pak më e vështirë me pranu të vetja. Edhe që ato ndryshime mandej prej periudhave të vështira, edhe na si persona si qenje njerëzore mundime me ndryshu, e që kjo pjesa e ndryshimit ka rëshit që ty në situatave, më ka dasht ko me pranu të vetja. Sa përgjigje reflektuese, sa e mirë. Do me thonë, është shumë mirë kur ndëgjojmë të tjeret edhe e gjejmë vetën në përgjigjet e tyre. A të kam vetë ty që kjo? A me të zbjetër? A për mërë të parën, a? Ose, a, jo. Jo të mos dëshmërisht, na mund të me dresa dhije me rahat, për shambull me marrë vesh mësut tët. okej. Jo të mos dëshmërisht, dush me kalu në për të cilën. Okej, a ka ndonjë ëndër prej se cilës ke hequr dorë për shkak të frikës? Kogja Iran. Më tregu drejt jo. Unë jam shumë trimnesh kur vjen puna të ëndrave të mia. Nëse më tekët diçka zakonisht e baj, pa menu, pa kur gjak, për shembull kom jetu edhe në Gjermani, edhe në Kosovë, edhe në disa vende ndryshme veç prej një idesë, kështu që i shikoj për shembull ka unë Afrikës nëse tutën prind të mi pe i diçkahit, unë e duna me bo pa tjetër, se puna Afrikës është që veç s'ke pas provojnë ma për para edhe pa tjetër do të me provo, kështu që s'besoj që kam, po kam qatë mi provo këtë zanat njëherë. Bravo, edhe po m'lem për shtypje edhe m'duhet me thonë me gjithë se është jeta jute private edhe nuk kemi të folë për to, po ka arë prej Amerikës, dhe me thonë ka hek dorë prej jetës karierës atje për me arë në Kosovë, me punu në vendin e saj, edhe me bo ato që ka i ka thonë zemra e vetë. Edhe kjo për një me është për me duar të rëkit, unë ja thash para emisionit që i du njerës që ka një karakter dhe vendosin dhe i din sak që ka dojnë, shu që bravo. Edhe ku i rob rekord të thash, po më përqen. Tash a i bjen që unë duna me marë këtë aktivitetin, a? Cilin do që dënë ti, jo do mësë dëshmërish, po nëse je kurioze me pa edhe këtë kategori. Hajde peshojmë, hajde të parën të marë. Hapet në fund të lojës, bëni plane për të takuar sërish, vendosni një danë. Të mërkurën e arshme. Po thirim edhe mysafirë dhe po lujna. Se po më pëlqen shumë aktiviteti. Jo, po du me marrë dhe një qelë zemër. Zdi pse po menoj që po du me qilë zemër djemë sot. Që kjo është dhe ideja e lojës me letra, se ti nashta në fillim heziton edhe 2, 3, 4, 5 herë më nësh me marrë lojën, do me thonë kategorinë. Mos u tëtë, po ma ndej, kur i ndëgjan edhe njerëzit e tjerë, të i nda përvojat dhe përjetimet e veta, si kur edhe ti bosh kurioze me pa qëka mundet më ukon pytja për ty, ose qëka unë mëj me reflektu në qëto momente, edhe e kemi vrejt edhe për i përvojës, pa dit edhe të eventi, se zakonisht për para se me i qitë në treg, kryesisht i kemi praktiku edhe me ekipën tonë dhe persona tjerë që me marë feedbacket ndryshme. Dhe a ditë në event e vrejta edhe këto. Në momentin që të lëshën tjertë dhe me ndoj eksperiencat e veta dhe personat si kur ishen pak kurioz me di qka ka mirua atyne, për qka kanë më bot vedëshëm ata gjatë procesit lojës. Sa mirë, kjo një fakt se një seancë grupore të psikologu, sinqerisht. E ndjen qelesh edhe zakonisht ajo ndjesia e komoditetit me nda mendime dhe me ndje, bashkëndje, mendime dhe përvojat e të tjerve, është gogja një shlirim emocional dhe këta duhet të praktikojmë edhe me karta dhe pa karta, për qëta dhe egzistojnë shoqënia angusht ose motra ose vllau që nuk e akumulojmë një emocion edhe e qesim dhe këto karta ndihmojnë pikërisht për këto.